Kjo skem është burimi më i madh i financimit që i jepet sektorit si mbështetje për këtë vit. Natyrisht, bie dakord me ato që zëvendës ministri dhe zëvendës rektori folën, që ato janë të vërteta, ato risi që ka kjo skem. Natyrisht janë marrë parasysh një sër kërkesash të fermerëve, siç ka qenë ulja e pragjeve dhe po kështu edhe pragjet e sipërme, rritja e tyre nga vlera, është mbështetja për të rinjt, po përsëri është një risi. Mbështetja për njësitë sipërfaqes është përsëri një risi, që për mirë që praktikohet që këtë vit, që viti tjetër tjetë akoma më e lehtë, kur fondet e Bashkimit Evropian do të jenë prezente më gjerë në Shqipëri. Dhe kthehem tek nafta dhe unë bie dakord me faktin që fondet e naftës nuk janë hequr. Fondet janë pa ato, sepse skema është 16% më shumë nga viti kaluar. Pra si fonde për naftën janë pa ato. Kemi parasysh edhe fermën tonë që është një fermë komplekse. Ne kemi tokë që përdorim për bimtarave, kemi tokë që përdorim për frutikulturën, kemi tokë për foragjeret, kemi tokë që përdorim për agrume, për ulli, dhe të gjitha këto së bashku, ferma jonë është komplekse dhe të gjitha këto së bashku kanë bërë një minimum 3 hektarë. Natyrisht, po ta kishim bërë dhe më pak, më mirë do ishte, por është filluar me 3 hektarshin. Dhe këtu, duke pas parasysh që do të kemi një numër fermerësh dhe presim që të kemi një numër fermerësh më të madh në aplikim, për arsye sepse në Blegtori ne kemi një gamë të gjerë fermash që kanë ulur nivelin e tyre të tufës, në numrin e tufës, dhe unë besoj që do të ketë një mundësi për të disbursuar këtë shumë që është vënë këtë vit.